diferencën si pas teje, a pret që përbërja ose numrat e përveçshme me qenë diferenca, edhe mandej edhe mënyra se qysh partitë janë ka punojnë në qëtë fushat? Nuk e shoh problematikë, për kundra se shoh ma shumë gjasa, sidomos të dy partitë, AK-ja dhe televizjave të vendosje, këta tri që kanë hime. Do të mendoj që në të dy kampët kanë tani më shumë gjasa të bëhen deputet, se sa që në bëhen në shkurt të 2021. Te Aleanca po pritet që e ka lënë pragun edhe i merr disa deputet, edhe në potencialisht më bë pjesë e qeverisë, pastaj përveç se deputet mundet me qenë edhe pjesë e strukturave të pushtetit. Te televizjave të vendosje njëjtë është një farfryme që ka me marrë ma shumë se që ka marrë herën e kalume dhe pastaj nëse bën qeverin, e bjen që çdo i dyti më kanë deputet, më mendoj që tash janë gjasa shumë atë maja se në 2021 të këto dy parti politike që e shonë nga kërë. Në thonë për parashet 60 deputetëve, nëse thaj, çdo i dyti. Ma shumë që ka marrë, tash nëse shkojnë 15 në qeverin, mundet me shku edhe i gjalleti me hi, ato matematikisht, apo të në kanë kjo. Jo veç deshta me qarsu. Po, okej, na falë. Edhe mendoj që kjo ka këto në këtë vështrim e shoh. Ashtu disa parti tjera të PDK ka kandidat jashtëzakonisht mirë, ka një kandidat tepër të mirë, po është një rrezik që shumë është lokalist ose shkojnë një pjesë 80%, 90% në një rajon i caktuar. Edhe kjo pak kjo e rrezikon. Po me default, me automatizëm lavdim, jemi ka ja japim Nëse mund me nëzirë listën e PDK-s të regjia. Leart ata, vetëm nëse bënë, se kër e bënë një pyetje shumë ja bënë me të interesant që ndoshta edhe për mu Florentit, për gjykatën kushtetuese, shumë shkosh. Nështë të qenë edhe i fushës, mendoj që pyetje shumë me vend që duhet të vazhdojnë me të tjetë që të përfundohet kjo. Gjykata kushtetuese ka nisë prej zgjedhjes kur u bë Beqet Pasolli president, ka marrë një vendim që ka thonë duhet me qenë 2/3 të pranishëm në salë, edhe në rundin e tretë më votu prej gjatën i deputetëve, po ju ka thonë duhet. Tani me dy vendimet e fundit të 2025-ës, ka avancu me të tjetë në mënyrë kategorike, ka thonë duhet me marrë pjesë me votu. 1, 2, 3. Unë mendoj që para se me shku në zgjedhjen e presidentit, duhet deputetët, apo qeveria nëse vjen ato, të dërgoj edhe të në mënyrë eksplicite të kërkoj ta normoj këtë çështje gjykata kushtetuese, të thotë a kanë drejt deputetët mos me votu, apo duhet të votojnë, duhet të qëndrojnë atë. Nëse nuk qëndrojnë, nëse nuk votojnë, çfarë është sanksioni? Kjo e zgjidh pastaj çështjen e presidentit shumë lehtë. Po, e kuptova. Po, nëse thu 80 vota në kuti, edhe ka penal për ato që nuk e qëtë votën... Ai që nuk voton, nuk votin atë. Kjo duhet të avancohet. Te koncentrimi i votës. Veç që to, shkurt. A e kemi një san që se ka përfundu dhe në fund gjykatë kushtetuese me vendimin e fundit? A u mjetë halo pezulla u kryqët shka? Bazë asojnë atë qka e din? Ankesa listë serbe po mënën? Ankesa listë serbe nuk është këtuj përgjigje, po është shpërnda ku vendi. Dhe nuk ju ka miratu masa e përkohshme listës serbe. Ata kanë kërkuar që masë të sigurisë që është vendosi herën e parë. është përfundu si proces. S'ka vendos, do me thonë, nuk e ka... Se zakonisht duhet me ka në besosh me shumë kërkesa për më të vendosë masa sigurisë. Gjykata kushtetuese ka konsideruar që s'është e besueshme. Më thonë është vendu kryq si proces. Nuk e dia është kryq si proces, po masë sigurisë nuk i ka dhënë. Edhe besoj që tash pa themel ka meta ajo. U shpërndohet Ajo çështje po ka met pa themel. Te koncentrimi i votës, për shembull, herën e kaluam dikon janë 15 deputet që kanë dalë prej rajonit Drenicës. Tash e kanë parë rrezikun